Ratko Mladić, një kriminal lufte i dënuar për gjenocidin e parë në tokën evropiane që nga lufta e dytë botërore, ka vdekur të enten në burgun e Hagës në moshën 84 vjeç. I njohur si kasapi i Bosnjës, Mladići ishte një nga komandantët ushtarak më të njohur dhe më famkeq të luftrave që pasuan shpërbërjen e Jugosllavisë. Gjykata ndërkombëtare e dënuan atë për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të kryera gjatë luftës së viteve 92-95 në Bosnjë-Hercegovinë. Ai u dënua me burgim të përjetshëm. Pjesa më famkeqe e trashëgimisë së tij kriminale lidhet me gjenocidin në Srebrenicë, në Bosnjën Lindore, pranë kufirit me Serbinë. Forca serbe të Bosnjës në komandën e Mladićit pushtuan Srebrenicën në korrik të vitit 1995, pavarësisht se OKB-ja e kishte shpallur komunën zonë të sigurt. Pas rënies së enklavës, më shumë se 8.000 burra dhe djem bosnjak, musliman të Bosnjës, u vranë nga forcat e Mladićit në ditët që pasuan. Srebrenica ka mbetur simboli një prej krimeve më të rënda të kryera në Europë që nga lufta e dytë botërore. Përveç gjenocidit në Srebrenicë, gjykata ndërkombëtare e shpallën Mladićin përgjegjës për një fushat terrori kundër popullsisë civile të Sarajevës, marrjen peng të paqëruesve të OKB-s dhe krime të tjera. Sarajevo u rrethua nga forca serbe të Bosnjës për gati 44 muaj. Nga pozicionet në kodrat për rreth qytetit, ato bombarduan qytetin dhe përdorën snajperët kundër banorëve të tij. Më shumë se 11.500 njerëz nga të gjitha grupet etnike u vranë, ndërsa shumë të tjerë u plagosën ose u zhvendosën. Rrethimi i Sarajevës, të cilin Mladići e drejtoi, u bë një nga episodet përcaktuese të luftës në Bosnjë dhe një nga rrethimet më të gjata të një kryeqyteti në historinë moderne. Pas përfundimit të luftës në vitin 1995, Mladići u shmang arrestimit dhe kaloi pothuajse 16 vjet në fshehje. Ai u arrestua në Serbi në maj të vitit 2011 në fshatin Lazarevo dhe disa ditë më vonë u transferua në Hagë. Në vitin 2017, tribunali e dënoi atë me burgim të përjetshëm. Gjykatat përcaktuan përgjegjësinë e tij individuale për njësor krimesh, edhe pse dënimet e tij ishin përfundimtare. Mladići vazhdon të ketë mbështetje nga një pjesë e publikut serb dhe nga qarqja politike në Serbi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Mohimi i gjenocidit të Srebrenicës dhe glorifikimi i kriminalëve të dënuar të luftës mbeten probleme serioze në Bosnjë-Hercegovinë. Serbia ka paralajmëruar se Mladići do të varroset me nderime të larta shtetërore. Këtë e ka konfirmuar ministri serb i drejtësisë Nenad Vujić, duke thënë se generali Mladić është general dhe protokollet dihen. Dihet edhe roli i tij, por edhe ajo që i takon generalit Mladić sigurisht që do të respektohet.